Shenjat që do përjetojnë dashurinë e vërtet këtë muaj. Ky muaj ka sjellë energji të reja në univers, dhe për disa shenja të zodiakut, kjo do të thotë një gjë: dashuri e vërtet. Nëse je në kërkim të dikujt që të kupton pa folur shumë, që të mbështet dhe të bën të ndihesh versioni më i mirë i vetes, atëherë shiko më poshtë nëse je në listën e të bekuarve nga yjet këtë muaj. Ja 3 shenjat që do përjetojnë dashurinë e vërtet këtë muaj. Peshorja. Romantike, e ëmbël dhe e përkushtuar, peshorja do të jetë në qendër të vëmendjes këtë muaj. Planetët favorizojnë takimet e papritura dhe afrimet emocionale. Mund të lindë një lidhje e re nga një miqësi e vjetër, ose dikush që e ka anashkaluar më parë do të befasojë me ndjenjat e tij. Këshilla, mos e mbyll zemrën. Shkëndijat janë afër. Universi është duke kompozuar një simfoni ndjenjash për peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita jote do të drejtojnë drejt një personi që të kupton në thellësi. Kjo lidhje nuk do jetë thjesht romantike, por shpirtërore. Këshilla. Lëre veten të udhëhiqet nga ndjesitë, për një herë mos mendo shumë. Demi. Demi do të ndjejë më në fund sigurinë dhe butësinë që kërkon në dashuri. Një kapitull i ri po hapet dhe nëse je single, mund të gjesh dikë që ndan vlerat dhe dëshirat e tua për një të ardhme të përbashkët. Nëse je në një lidhje, lidhja do thellohet më shumë. Këshilla. Jive hapur për biseda të sinqerta, ato do të bëjnë mrekulli. Mos harro. Dashuria e vërtet vjen atëherë kur e pret më pak. Nëse s'je në këtë listë, mos u mërzit. Dashuria ka rrugë të çuditshme dhe ndonjëherë, ajo vjen kur e ke më shumë nevojë se sa dëshirë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.